Kum pa unazën, për një moment me ta kështu se tash, okej, ekstremisht e bukur, ama edhe pse që kjo unazë nuk lidh ke një. Askur që atë ma ka bu është unaza e nenës, e gjyshës ti, që ka vdek vitin e kaluar. Për ndryshe Traka është intervista e saj e parë. Jo, be, kërku s'ka dalë kërku për herë para? E para, që Ekskluzive. Ekskluzive. Sa po kemi mësone për 110? Qëta është që erdha këto, jam të 600 është ta. Të 600? Ama ma herët po ta ma shumë, po kur hina këtë mrana e pash energjin, te për najs. A të më thonë? Edhe... A dollën fjallë të mija? Dollën fjallë të tua. Edhe shumë qete kiti për momentin na në vesh këtu luk, po... Që të thomë, qëta është? Ka po bënë, që shje? Falimderit, te. Që shpo të shkën java e nëzet, po na u bëj kja gja ma nëzet. Ekstra mëzat. Bile sot ka është fitness, kur dolla për fitnessit, tash o Allah. A po shkën fitness, a? A je rregullt? A je disciplinu me ashtu? Jo qatë shumë, po tentoj me shkut pak të 3 herë njoftë. Dhe nëse e mri treshen, thamë, okej, e kom kry për këtë janë, nështë ta më edhe mësë me shkut ashtë dhe tjera. Po, dhe e vërtet. So, që është ushtimi e të i preferu? Që e bënë? Kështë mas leti që më vjen... Kom? Jo. Na të shpin? Shpin. Shpina e preferu mja jam. E kry te për shpejt, i bëj një 3-4 ushtrime, pa kardio dhe ndonë, u kry. E a ka ndikim urimi për me shkutin fitness e mu shru shpin? Tepër. Jo dhe shpin po krejt për fitness dhe me thonë. Për krejt fitness ashtu tepër, më shtymë për para që ma bën shka, më se le, edhe më thirë ka njerë në telefon. Qa ke bosët të nditën, a e shku në fitness? Edhe i thëmë, jo, ani qu, qa po pratë, kap shka? Edhe më të bën ashtu tepër shumë minajt gati rutinës tamë. Unazën më du me ta pa live, o zëtë se e bukur. Edhe ka një histori shumë të veçanta. Po, Unazën. unë e tash, a e din që po më do këtë, i tash e dionës para se me i në emision, po më do këtë që për një, po më do këtë që për janë një këtë familjen, e di tash krejt qa atë ndodhë paka shumë njëtën tënde. Edhe unazën e di, unë e di paka shumë që është rëfimi pas, po du me ditë për unazën e ki shumë të veçantë, edhe më pëlqen që i autentike në gjithë qka, edhe të unaza tash vjen një originalitet tjetër, a ma të regon historin pas. Po, që shjo. Nëjse para prakisht, na kena full pak me urimin për martes, e kështu? Okej, e keni full që po dani? E kena full ma herët, po... A ki full, a keni full? A ka full? Kena full dit. Masë së shtaj këto, po thëmë kena full dit. Edhe kena full për martes, edhe mandej një dit, s'po di që shtët, edhe kënë marë në vetë ka menu urime me më propozu në event tjetër ku shkojna, pak ma special diqka. Edhe random kanë rjedh punë që shkanë rjedh, edhe më ka propozu në banesë të na, në banesën e parë tonën. Po e vërtet, plus të e di që urime qatë banesë kështë prej asë deri në zhë e ka bu vetë me babën e vetë, edhe me vlanë e vetë. Kështë që u kun halon ma veçantë qaj pjesë, ma ndej kër e kun pa unazën, për një moment me ta kështë se tash, okej, ekstremisht e bukur, ama edhe pse që kjo unazë nuk lidh ke një herë, edhe nuk lidh ke me kur gjë heq. Edhe... A nuk ta ka përmen, heq ti që po do gjyshës vetë? Jo, heq kur gjë, asë nuk e kena full kitë pjesën e unazës, edhe e kena alon kështot, s'po di, akum do ndorë këti, mandej. A qa për pëlqan, a si që qa? Po në herë akum përmen është anaj, s'po di naj detajt vogël, ose qa kësha pas qef, ama për ndryshe kështot në detaj nuk kena full, edhe e kom këshu një herë unazën, edhe asë kom pull asë kërgjë, edhe ma ka bu është unaza e nenës, e gjyshës ti, që ka vdek vitin e kaluar, edhe jam prej këte për shumë son jam kun ekstra me letë me ta. Na nuk kena pas gjyshe të urit, pak të nësë kom ujtë me njoftu asë njonën, edhe gjyshja urime të konë së me kun e jamja, edhe ka pas një vend, ka me pas të njëtën një vend të i për të veçan të one, edhe kër e kom di që është unaza e saj, u konë një emocion këtë tjetër. Halo, shumë maj madhë se që atë që e kom kretu. Po, dhe tash e din dyqysh që ka po Po, e vërtet, adin edhe ndo këtë dyqysh, s'po di, jem shumë e fatë që e kom qitë unazë dhe që mëj me majtë në gishtin temë dhe në tatë më mjau trashigu edhe fmive dhe krejtë edhe mjau të regu i historinë.